Zonja e zotrinja, jeni gati? Gati. A jemi live? Po live bra? Atëre. Çka kemi thënë ta? Kemi lojën e re. Loja e re. Loja e re. Loja e re. Te loja e re për mëngjesin e sotëm, si çdo mëngjes, ju duhet dërgoni një numër që është nga 1 në 100 dhe nëse ja dilni që dërgoni numrin e dur, ka një pyetje të lehtë për ju. Të lehtë vërtet për të fituar pastaj një nga dhuratat tona. E lehtë vërtet? Është e lehtë, po. Nga cila klasë është sot? Mendoj Klasa e dytë? Po mund ta quash. Ndoshta në klasën e dytë nuk e din këtë gjë. Por nëse je i rritur dhe shikon lajmet, për shembull, do duhet që ta dish këtë gjë. Është lajmet, ka të bëjë me politikën. Sa kurështare që je. Një çik duhet të gjithë. Asnjë se ka gjetur numrin me qenë fjala deri tani. Asnjë se ka gjetur dhe po ju ndihmoj pak. Është shumë i vogël. E keni parasysh është njëshi, pastaj është ky numri. E po tani. Gjithë njerëzit këtu. Kanë hap crown, domethënë, po. Mendojnë që mbasi sa veta jemi në studio. Një gjys është numri? Ku diun. Kemi një telefonues. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, si je? Mirë, si jeni juve? Mirë, faleminderit. Nga po shkon? Po shkoj për në punë. E ke larg? E kam pak. Po ku je tani? Tani jam në qendër të Tiranës. Edhe ku është puna? Puna është Tikuani nga Dajti. Bo. Ke çik trafik para. Mbas ke me ngjitje domethënë do kalosh freskun. S'ke faj. Okej, do mundojmë të bëjmë shoqëri edhe Andrea, mos u mërzit. Shiko. Do mëngjes jon direkt. Dhe në bazë të lojrave tuaja vëre jam herët apo bëm për punë. Si pas orarit lojrave. Edhe ne fiks në kohë i bëjmë. Doja të të pyesja, si e ke emrin? Unë jam Blerina. Blerina, ta gëzosh Blerina. Cili numër dërgove? 200. Është numri për sot. Po. Je sakt. Të ne praktikisht e dham vet numrin, se na akuzon pastaj se treguat numrin. Blerina, po ti je vetëm në makinë? Vetëm. Po pse kështu? I kreva detyrat e shpërndarjes. I shpërndave gjithë tani po i kanë. Okej, mirë. Pasi kishin lënë vetëm. Shumë mirë. Atëherë, Blerina, ke nevojë ti për një trajtim estetik? Unë do kisha nevojë për një pasysë me të drejtën, po edhe për trajtim patjetër. Atëherë. Jepi syzet. Një shans për ty për të fituar kuponin nga Optika Shqiptaro-Gjermane tani do të ishte i përkryer edhe i përshtatshëm. Kështu që ky është në vlerën e 100 eurove. Dhe nëse syzet kushtojnë 100 euro, i ke krejt falas. Nëse do duhet, po, kam edhe janë shumë të mira. Tani se shtove 20.000 lekë. Po. Si qelloj. Si dhuratë është. Është dhuratë. Edhe është dhuratë në vlerën e 100 eurove që askush nuk t'i fal. Përveç nesh, domethënë këtu. Sepse pyetja është e lehtë, Blerina. Unë e konsideroj se është e lehtë, por le të shohim nëse ja del që ta gjesh. Dhe pyetja për ty është kjo. Sa vende ka aktualisht Bashkimi Evropian? Në Bashkimin Evropian. Duket se 27 është e saktë. E saktë, të lumt. Eca ty. Bravo Blerina, së shpejti do bën 28 se do hyj edhe kush? Vendi më i bukur në botë ai ban, patjetër. Jo. Kush? Ne. Ne para Malizi, po. 2030 pra. 2030. Po kështu na than. Ne 2027-ën e bëm 2028. Shiko, okay, në rregull, pastaj smer do tax refundin kur të ashtu. Kur shkosh në Bashkimin Evropian. Po gjithsesi, Blerina, ti je fituese, janë 27 vende, ishin 28. Para se u nis avioni. Para se dilte Britania e Madhe, kështu që kanë mbetur 27. Po ti je Bullgaria në Bashkimin Evropian dhe mos themi ne. Pse më çka kemë Bullgarin ti? Mas të marr Romiano Bora man. Jemi shumë herë më mirë se ata. Ke qenë herë në Bullgari? Jo. Në Sofia ke qenë? Sofia. Jo. S'kam qenë. Mos ik, s'ka gjë. Ke qenë ti? E kam jo. Shudesh, apo çka ke atëre? Okej, mirë, atëre për gëzuar për Bullgarin. Jo. S'kam qenë as deri në Malzish kam shkuar unë. S'kam dalë në një jetë shkretim. Ma çat bëj. Do një kupon? Për Malzi, si spot.